Vazhdoj me njoftime të tjera. Në ditët kundër dhunës ndaj grave, disa organizata jo qeveritare përgatitën në Tiranë një seri studimesh mbi gjendjen e gruas në Shqipëri. Vëzhgimet vërtetuan se gratë shqiptare janë pjesa më e varfër e shoqërisë, më e dhunuar fizikisht dhe më pak e përfaqësuar në institucionet vendimmarrëse. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Sipas vëzhgimeve të qendrës Open Data Albania, gruaja shqiptare është më pak e përfaqësuar në fushën ekonomike si zotruese e pasurisë. Studimi i fundit mbi regjistrimin e pasurive nxori se nga 7.800 persona aksionerë në shoqëri aksionere, vetëm 2.560 prej tyre janë femra. Në duke pra ato zën 30% të numrit përgjithshëm të aksionerëve, por në fakt femrat zotrojnë realisht vetëm 8% të kapitalit të aksioneve, kundrejt 92% që zotrojnë burrat. Drejtoresha e qendrës dhe autore e studimit, Aranita Braj, thotë se e njëjta gjendje dhe mendësi ekziston edhe sa i takon pronave familjare, ku gruaja punon për ta krijuar, por nuk e zotron atë. Nga ana tjetër, ajo që ka ndodhur është që kemi pasur regjime juridike, pra ligje të ndryshuara në kohë të ndryshme, dhe shpesh herë regjimet juridike mbi pronën, dhe sidomos regjimet juridike që kanë të bëjnë me pronën që vjen nga pjesa e pasurisë familjare, kanë pasur kontekst diskriminues, duke i dhënë shpesh herë burrave të drejtën për të mbajtur titull pronësie, kundrejt faktit që burrat dhe gratë ishin njësoj kontribues dhe duhet ishin njësoj përfitues të paktën nga prona që vinte në kontekstin familjar. Alianca për Barazi Gjinore ka nisur përpjekjet për edukimin e hershëm të rinjve kundër dhunës në familje. Ajo ka krijuar filma dokumentar dhe tryeza të tumbullakta me gjimnazet e Tiranës ku është diskutuar kundër dhunës në familje për ta parandaluar atë sa më herët. Drejtuesja e Aleancës për Barazi Gjinore, Mirela Arqimandriti, thotë se dhuna dhe diskriminimi gjinor ekzistojnë në familje, në politikë dhe sipas saj gjendja nuk është përmirësuar as pak. Një përbashkët doli që kjo punë sigurisht që nuk bëhet me fushat dhe lufta kundër dhunës në familje është diçka e vazhdueshme, duhet vazhdoj për gjatë gjithë vitit, duhet ketë një sër aktivitetesh të cilat duhet të fillojnë dhe të mbarojnë gjatë gjithë vitit të jenë të pandalura dhe kryesisht për mendimin ton dhe sipas si të thuash diskutimeve të fundit që u bën, pasi Qendra Aleanca Gjinore këtë vit punoi shumë me nxënësit e shkollave të mesme. Afrimi i zgjedhjeve vendore po shihet si një rast i mirë për të shtuar pjesëmarrjen e grave në institucionet vendimmarrëse. Organizatat jo qeveritare po hartojnë projekte dhe po lobojnë me forcat politike për të shtuar më tej kandidimin e grave në pushtetin vendor, sepse pjesëmarrja e gruas në institucionet vendimmarrëse qendrore dhe vendore është në minimumin historik të demokracisë shqiptare. Altina Zizaj, përfaqësuesi i koalicionit për nxitjen e pjesëmarrjes së grave dhe të rinjve, thotë se aktualisht pushteti vendor kontrollohet 98% nga burrat. Sipas tij, fuqizimi politik i grave është i domosdoshëm dhe se kjo mund të nisë me zgjedhjet vendore për të cilat është propozuar rritja e kandidimit të gruas në 30-40%. Që në nivel qendror të kenë mundësi të nisin të ndikojnë në ligje, të nisin të ndikojnë në politikat kombëtare, në mënyrë që zgjedhjet e ardhshme vendore në Shqipëri të mos e gjejnë gruan me 2% përfaqësim në nivelin vendor, pra për kryetare bashkish të ardhshme, por ta gjejnë atë në mos masën 50% siç duhet të jetë, ta gjejnë atë një masë 30-40% që do të ishte një ndarje mbase e përafërt e pushtetit. Nuk mundet të ketë demokraci në një pushtet i cili zotrohet në një masë kaq madhe nga burrat. Analistët e vërejnë si të dëmshme edhe një ndarje të grave në grupe të caktuara si politikane, ekonomiste, veprimtare, punëtore, mësuese apo studiuse, ndarje që sipas tyre u humbet forcën atyre vet dhe çështjes së tyre për më shumë të drejta. Ata pohojnë që pavarësisht nga disa ndarje të tilla, ato nuk mund të shihen të ndara, se një e drejtë u sigurua mjaftueshëm dhe një tjetër më pak. Por grave u duhen garantuar një lloj të gjitha të drejtat dhe mundësitë njëkohësisht, jo siç po shihen deri tani në Shqipëri. Për zërin e Amerikës, Liriana Golli.